Sot në mjediset e shkollës fillore qendrore Goce Delçev në Gostivar është bërë paratitja e investimeve të kryera brenda vitit. Kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta tha se problemi me nxemjen qendrore në këtë shkollë tashmë i takon së kaluarës. Në shkollën fillore Goce Delçev në Gostivar sot u bë promovimi i 2 investimeve të mëdha të cilat do të përmirësojnë dukshëm gjendjen në këtë shkollë. Bëhet fjalë për instalimin e nxemjes qendrore dhe vendosjen e dritareve të reja. Projekti për sanimin e rrjetit të nxemjes është financuar nga Komuna e Gostivarit dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës, ndërsa zëvendësimi i dritareve të vjetra me dritare të reja realizohet në kuadër të projektit me aksione energjetike efikase deri te lëshimi i CO2-shit dhe kursim të energjisë në shkollën fillore qendrore Goce Delçev në Gostivar. Projekti realizohet në partneritet me shoqatën Drita AGV Gostivar dhe shkollën fillore Goce Delçev. Projekti financiarisht mbështetet nga Fondi Global Ekologjik, Programi për Grante të Vogla Maqedoni dhe Komuna e Gostivarit dhe ka vlerën e përgjithshme prej $76.000. I pranishëm në përurimin e këtyre projekteve ishte edhe kryetari i komunës së Gostivarit, i cili tha se me investimet në fjalë do të zgjidhen disa nga problemet kyçe me të cilat ballafaqohej kjo shkollë, e cila për një kohë të gjatë ka qenë e anashkaluar nga çdo lloj investimi. Prej ditës parë që erdha në krye të komunës, bashkë me drejtorin dhe venddrejtorin, bëm takime me simdhënësit dhe i pam kushtet dhe kushtet ishin shumë të vështira dhe pam se problemi kyç ishte nxemja qendrore e shkollës e Goce Delçev. Tashmë edhe shkolla Goce Delçevi e ka nxemjen të rregulluar ashtu siç e kanë të rregulluar në për shkollat tjera, nëpërmjet të organizatës jo qeveritare Drita dhe komuna shfrytzuan projektin, i cili projekt ka kushtuar mbi €76.000 dhe kemi bërë ndrimin e dritareve, të cilat dritare kanë qenë të shkatruara dhe kanë lëshuar energjinë. Drejtori i shkollës Goce Delçev, Sasho Sharevski, tha se këtë verë u realizua faza e parë e projektit për ndrimin e dritareve të vjetra me të reja, me çka shkolla e përmirësoi izolimin termik dhe se nxënësit e të punësuarit këtë vit shkollor do ta presin dimrin në mësonjtore më të ngrohta. Ndërkaq zëvendës drejtori Sefer Elmazi falenderoi këtë udhëheqësi komunale për interesimin që ka treguar për përmirësimin e kushteve të përgjithshme në këtë shkollë. Do me thonë, de facto nxemja është 100% është e rregulluar dhe jemi përgatitur për kohën e dimrit. Gjithashtu nëpërmjet shoqatës Drita AG edhe GEF-it kemi bë ndrimin e dritareve ku kemi ndruar klasat, kabinetet dhe zirat me fazën e parë ku ngel edhe faza e dytë. Do të thonë se tash për tash nxënësit i kanë kushte më të mira edhe numri shihet këtë vit se numri i nxënësve është shtuar ke paralel edhe shqiptare edhe maqedane. Prioriteti i periudhës në vijim në shkollën fillore Goce Delçev mbetet ndërrimi i çatisë ekzistuese me çati të re dhe lyerja e objektit nga jashtë.